Përshëndetje. Unë jam Labinot Hasani, themeluesi i Labela Team, dhe sot kam kënaqësinë të ju prezantoj projektin ton inovativ, Labela AI Procurement Decision Maker. Prokurimi është një proces kritik për organizatat publike dhe private, por në shumë raste analiza e dokumenteve, krahasimi i ofertave dhe marrja e vendimeve vazhdojnë të kryhen në mënyrë manuale, duke përdorur dokumente të shpërndara, tabela dhe procese që kërkojnë shumë kohë dhe rrisin rrezikun e gabimeve. Labela AI Procurement Decision Maker është një platformë inteligjente, e bazuar në inteligjencën artificiale, e krijuar për të mbështetur vendimarrjen në prokurim. Platforma analizon automatikisht dokumentet, identifikon kërkesat, krahason ofertat, vlerëson përputhshmërinë me kriteret dhe gjeneron raporte të strukturuara për vendimarrje. Një nga veçoritë kryesore të platformës është kombinimi i inteligjencës artificiale me kontrollin njerëzor. Rekomandimet e sistemit mbështeten gjithmonë nga evidenca dhe auditimi, ndërsa vendimi përfundimtar mbetet në dorën e përdoruesit. Kjo rrit transparencën, gjurmueshmërinë dhe besueshmërinë e procesit. Platforma është zhvilluar në 2 versione, për sektorin publik dhe për bizneset private, duke ju përshtatur proceseve dhe kërkesave specifike të secilit sektor. Ky projekt kontribuon drejt për drejt në tranzicionin digjital, duke reduktuar dokumentacionin fizik, automatizuar proceset dhe mundësuar bashkëpunimin në distancë. Mbështetja përmes këtij granti do të na mundsojë të përfundojmë zhvillimin e produktit, të realizojmë pilotimet me klientët e parë dhe të përgatitemi për komercializim në Kosovë, Shqipëri dhe më pas në tregjet e Ballkanit Perëndimor. Vizioni ynë është i qartë: ta bëjmë vendimarrjen në prokurim më inteligjente, më transparente dhe të bazuar në evidencë, duke ndihmuar organizatat të marrin vendime më të sigurta, më të shpejta dhe më të drejta. Faleminderit për vëmendjen dhe për mundësinë për të prezantuar Labela AI Procurement Decision Maker.